përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Sot si që shikoni kam dy të ftuara shumë speciale. Teze to be dhe nëna to be. Faleminderit që na ftove në emisionin tënd Tezi. Si dallet. Jo, e kam me vërtet. Atëherë, sot do ju marrim tërë ditën me vete. Shiko mami si nuk qesh fare. Shiko njërë këtë mami s'ka gjë. Do ju marr me vete se do shkojmë tani, jemi bar gati se do shkojmë në Pogradec të një kafe, por para kemi për t'ju treguar diçka se Tezja i ka bler çunit gjëra, edhe nëna i ka bler çunit sa gjëra. Patjetër. Edhe me qenë se çunin ta bëjmë pjesë të videos të tregojmë rroba. Ja i shohim. Po sa kohë do t'i shikoj dhe do thotë, "Oh, këtë ma ka bler Tezja." Ku ke? Këto janë gjërat e Ildës. Këto janë gjërat e mia. Edhe nuk ka përfunduar akoma njerëz, kam ardhur ekstra në Shqipëri që të më japin rrobat se kam bler kaq shumë. Prit tani do ta kthej kamerën nga Ilda dhe Ilda do na thot çfarë ka bler. Dakor? Përpara se ti tregoj këto rrobat, që kam bler për nipin tim për motrën time, desha të flas diçka pak fjalë për nipin tim. Me si po e pres që po më vjen, jam shumë e gëzuar, shumë e lumtur, bashkë me mamin, të dyja, jemi të bekuar që do të na vish së shpejti në jetë dhe të gëzoj dhe të jetë i lumtur për gjithmonë në jetën e tij, të jetë i qeshur, i gëzuar, i lumtur. A je gati duke qarë? Gjitha që i do zemra. Mezi po e presim këtë moment dhe shqyr Zoti na bekoj me këtë fëmijë të motrës time, me shtatzanin e motrës time, pasi na ndodhi dhe një fatkeqësi që humbëm më falni papin pa kohë përpara, para 6 muajsh, dhe ky është një bekim për ne, shumë e lumtur, jemi shumë të lumtur për këtë gjë. Okej, mos qaj se do qajmë gjithë tani. Do qajmë gjithë tani. Mos qanë. Hajde. Atëherë, Qa i ke bler nipit? Kjo është një sa cute. Hape kështu? Me pantallona. Dale? A është? Wow! O, sa të bukra që në kanë dhe lino. Edhe kjo është një këmish me Po pse të pëlqeu? Pse i more? Të pëlqeu ngjyrat që nga shumë e bukur. Më pëlqejnë ngjyrat, po ishte edhe komplet i bukur me kanatiere dhe me kanë dhe kanatiere. Oh, shiko. Që dorën. Të shkoj në plazh. Shiko me palma. Shumë bukura. Shpresoj që Okej, për sa vjeçë kemi? Po mua pëlqen shumë. Ja ta 0 shikoj. deri në 2 vjeçësh. Oh, super. Derisa të na bëhet 2 vjeç. Se deri në atë moshë kemi ardhur në Pogradec në plazh. Ti veshim në plazh këto. Okej, kjo 10 nga 10. Më pëlqen. Kjo Kur të rritë dhe? një panellat që mund ta veshi kur të rritet. Shumë bukur, më pëlqen ngjyra, besoj kjo është për një 3 vjeç, ë? Po. 2 deri në 3. Okej, 8 nga 10. Këto janë një palë kompletka. Ka Armani Baby. Që janë shumë të bukura për Këto janë që motrën për nipin tim. këto janë për lindje që ta marrim nga Janë bluzë, kanatiere, kapele, tutka. Këta ti veshim kur sa të lindi. Ta veshim me firmë çunin Armani. Ke bler në Tiranë, Ilda? Super. Tirani kam bërë. Shiko sa bukur dhe kjo që ka me kopsa që ja vesh kollaj fare. Këtë e kam bërë një peshqirë me figura Me të smiley. qeshura, do jetë një fijë për e riqeshur dhe i gëzuar. Derisa kur pritet. Sa bukur. Po, shumë e bukur. E falosim. Po sigur ta kemi nipin që të na ngrej nervat, si do ja bëjmë? Ai do jetë shumë i qeshur, shumë i bukur, shumë i gëzuar. Po, mami do ja ngrej nervat vetëm, Tezës jo. Jo. Okej. Shumë ide e bukur. Qa kemi tjetër? Atëherë vazhdojmë me çorapet. Oh. Këto çorape që ja kemi bler bashkë me mamin. Shumë mirë. Për qa moshe janë këta? Të voglena. Të voçkla? Këto janë çorapet të filmuara me grep. Sa cute. O, sa të bukur. Këto janë Sa ishin këto motra? Ku i bleve këto? Shumë nice.
Në Tiranë. Në Tiranë. Dy parë. Tani, para pak ditësh në Pogradeci kam bler një badi me një figurë pe bebeje, që është shumë e top djalit. Dhe me biro. Ti gojë. Një djalë shumë cool, me një fjet loko. Tani tregojmë çorapet që i blerëm kohët e fundit bashkë me mamin Pogradec. Ja, një sekund ta tregoj një këtë se më pëlqej ka shumë. Si sa e bukur, badi, t'ja vesim çunit. Atëre, çorapet janë këto. Kjo më pëlqen ngjyra. Ja vendos. Këto janë, ato ishin lila, këto janë vjeçka, bëqelli. Po. Sa cute. Se këto portokalli. Ja dhe çorapet na u bën njerëz. Tani na duhet vetëm ta bëjmë fëmijën se çorapet I kemi. Na gëzojnë me gjithë lumturinë e ti, me gjithë gëzimet e ti. E duam shumë, me si po e presim. Okej. Më pëlqen gjitha rrobat 10 nga 10, të lumt. Bravo Nipi, e shikon çfarë teze ke? Unë sa mirë është, inshallah është kështu dhe me fëmijën e dytë, mos mbani me atë vetëm të parin. Një sa më shumë. Dakor, se të parit po I blini gjëra kështu po. Tash do t'i tregoj nëna. Do t'i tregoj nëna gjëra tani. Radha e nënës. Nëna, ama. Nëna shumë e lumtur, shumë e gëzuar. Që do më vej një krijesë e re, një shpirt I ri që dua. Mezi presuri. Mirë, mos qaj. Hajde, shiko qatë trigo me ngjyra I ka bler nëna. Trigo me ngjyra. Ishta cute. Isha bukë. Ja, kur të rritet pak, kjo është besoj për një 2 vjeç. Ti lem dhe ca rroba këtu te nëna, që kur të vitë çuni të ketë nëna rrobat e çunit. Këto janë I palkon. Po sa të bukra. Edhe këto janë për tani. Usha me. me një çun që ka krapë flutur. Sa të bukra. Këto janë I palkomplet ka të tjera. Ja të bukra dhe ato një ngjyrë gri. Edhe kjo është e përsosur. Gentleman dhe lexon aty mami gentleman zotëri. Zotëri. I ka bërë në par xhinse. Isha cute. Firmë janë. Babi lexon këtu. Baby. Baby. Ashtu. Sa qep, shiko si I tregojnë. Badi. Si marinari. Po shikon ja, po peshkon ai. Po peshkon ai arju. Edhe I par badi të tjera. Isha cute. Badi do na duhen shumë. Ka marrë shumë sugjerime nga nënat e reja që badit nuk janë, s'janë kur mjaftueshëm, kështu që sa më shumë më mirë. Ja tregojmë badit. Oj, sa e bukur dhe kjo. Këto janë I par tutka. Me tutka me çorapka. Me çorapka të bardha. Edhe këto janë I par pantallonka shumë të bukur. Me makina. Me makina të keqen. Keqenën. Shpirti vogël. Shiko, tregojnë rroba dhe qajnë. Kjo është e këmishët. Po. Ja, do t'i veshim bashkë me këto pantallonat kur të rritet. Ashtu. Këto I ka nëna çorape, I kam 4 palë çorape. Çorape kam mjaftueshëm çuni, Njërë për njërë, pastaj prise akoma. S'kemi mbaruar blerjet. Shumë faleminderit për çunin, po ju them, po edhe për mua se unë nuk kam fare pse blej gjëra, se përveç këtyre gjëra që ju treguam tani ishin këto në çik më të voglat, ka valizhen brenda aty mami që I ka bërë gati që pa qenë shtatzënë. Po. Që pa qenë shtatzënë, unë kishte bler gjëra, kurdo që të ngelesha shtatzënë, të ishin gjërat e bebit në shtëpi. Sikur ma ndolli. Mirë, tani do dalim Pogradec, do pim një kafe, e mbas e blem dhe ndonjë gjë tjetër për bebin. Patjetër, si jo. Bebi është kryesori. S'kemi mbaruar apo jo? Kryesori në këtë rast. Ju duam shumë, kalofshi mirë. Ikim Pogradec. Sot do shkojmë në fshat. Dje dolëm nga Pogradeci, xhirova vetëm pak pamjen, po kishim kaq shumë kohë që s'ishim parë me njëra tjetrën, sa kishim shumë muhabete për të bërë dhe nuk xhirova. Kështu që sot do shkojmë në fshat, ja po pres mamin që të vi. Ja, erdhi. Do shkojmë në fshat, për gjithë ju që më keni pyetur, jo se motra dhe mami janë zhvendosur në fshat.
por ne kemi shtëpin këtu në Pogradec, 2 minuta para se të shkojmë Pogradec, në Mëmlish, quhet fshati. Edhe në Golik kemi po ashtu shtëpit e tjera të vjetra, kemi tokat dhe mami ka shumë dëshirë, shkon edhe mbjell gjëra, që edhe të mbasi mendjen. Kështu që plus që do shkojmë gjithmonë në fshat, sepse edhe babin e kemi atje, ishte dëshira e tij. E do shikojmë babin dhe do të çoj mamin sepse ka për të vaditur patatet. Unë pastaj do kthem, do ta lë mamin sepse është diku tek 5 orë dhe mami thjesht duhet të ndroj vijën e ujit dhe do ri nga xhaxha im që i kam akoma aty në Golik. Dhe unë do vi në Pogradec, e kemi lënë për të takuar me Ejonën, ju e njihni të gjithë Ejonën. Edhe jemi të dyja nga Pogradeci, kështu që është koha që ti Pogradecit ti bëjmë pak qefin, si 2 pogradecare dhe shkojmë shumë mirë. Nuk kam bërë asnjëherë kam bërë bashkëpunim me Ejonën, po kemi pasur kaq shumë mundësi për të bërë. Edhe ne sa herë takojmë vetëm llafosemi, nuk e kemi mendjen fare as të bashkëpunime dhe as të YouTube-i. Kështu që jam shumë e lumtur që kam njohur Ejonën, sepse nuk kam shoqe këtu në Pogradec, të gjitha kanë lëvizur. Edhe Ejona në fakt është një ndër të vetmet besoj që kam këtu, që sa herë që vi, jemi përpjekur bashkë të takohemi. E sot do takojmë edhe Rein. Kështu që mezi po pres dhe sa po të mbaroj me Ejonën, pastaj do shkoj prapë në fshat ta marr mamin në Golik. Edhe mbase nuk e din, për në mbasdite më ka premtuar mami që do më gatuaj, çai thoshin, jo, piskavec do thoja, jo. Paskaruq me jo. Kështu me miell misri që i hedh presh brenda, që i hedh djath, që i hedh ullim, po çfarë quhet? Piskalec. Si më dha emrin, nuk e di. Ishte një emër çuditshëm. Kështu që jam shumë me qejf që do haj edhe atë. S'po më vjen mami për shikoj nga pasqyra, po s'po vjen. Se harrovi diçka në shtëpi, si gjithmonë. Dhe pastaj do ikim. Ja ku janë brokoli. Po shumë mirë që nga bërë preshi prapë. Këtu apo nuk gjallën pulat aty. Po ande pse nuk ngjallen aq, mbase këtu ka pasur më shumë ple. Është më dysta. Ja, të shikojmë domat kanë zënë kokra apo jo? Ja, me ku i ke kokrat. Shikoj kokrat e domatkave. Ja. Të duke zënë më mirë se në. Shiko, plot me kokra janë. Plot me kokra. Ua, po kastravec, hajde se më the mua që do më japësh kastravec. Shikoj këto tash. To që janë mashurka, a? Këto janë mashurka, mashurka të vogla. Po, sa të bukura. Janë plot. Plot. Ky është kungull. Kungull, po ti kungullit ande mbrapa veri, se shgo sa vend të marrin këtu. Po dhe brapa nuk unë gjanë se s'kan ujë. Okej. Tash ky është kungull. Ky ma ka dhënë. Bo. Të marrë, ku do bët? Ja ku i ka kungull. Ku? Ja ku është kungull. Një sekund, dele të shikoj. Se se madhe këtu. Ja, merë një. Ua, sa pas të t'imblejsh, po të mos ka. Ua, të gatuajmë sot, Merca. Kuj dhe të gjitha t'imblejsh. Sa cute. Në thoshe si s'kan bërë. Po, do t'i kontrollosh nga poshtë, po ky, spinaqit që janë nga bërë. Mashallah. Ua, sa e madhe. Ua, sa e mirë. O, kastraveci. Kastraveci. Rritu, fute. Po, ja shikoj, taktus. Fute mu. Shosi ka për më dhe kështë shumë të shpesh kësi. I kam larguar kështë dhe i kam akruar kështë. Ua, sa cute. Që ja si janë plotu. Një e morëm, merë dhe një të bëjmë një salat. Ti do marrë më Ja, ku është? Ja, e pash. Ja, dhe kështë, sa i madhë ky. Po, bon, shumë nuk ka. Mami, kam gjetur njarin. Shko. Bravo. Shko këto të lagua, që parë se ujë duan të rinë një 2-3 ditë. Këto duan vetëm ujë tash. Shumë mirë. Ta marrëm dhe ca kastraveca këtu. Spinaqin besoj duhet ta shkullësh tani se është rritur shumë. Ma. Këvaqa.
Je kënaqur me Shumë, me kastraveca, domatka, preshi. Preshi s'është aq që po do rritet. Po. Mirë, do vën. Unë ti dëgjoj akoma. Shikoni ma shurkat. Nxora, është sa bukur. Hajde mami, merri. Kam bledhur, shifa. Morëm këto, morëm këngulleshka, morëm marule, spinaq, kastraveca dhe qep. Sa po mbaruam vizitën, morëm dhe perimet. Nuk ishte nevojë sot t'i vadisnim, sepse i kishte vaditur mami. Do shkojmë pak tek babi, dhe pastaj do kthehemi në Pogradec. Mami s'ka nevojë sot të qëndrojë dhe të vaditi diçka, se ja ka vaditur një shoqja e vet këtu në fshat. Kofshtin dhe patatet. Shumë mirë. Edhe unë s'kam se vi dhe njëherë në fshat me makinë. Qa po bën? Vaj ti mori manga. Po ja pas ka foto. Shkojmë tani të takojmë Xhaxhain. Ka bërë shtëpinë Xhaxhai. Yll fare. Hajde. Ka dhe lule. Ka dhe lule shtrydhe. Kofshti tjetër. Qa kemi këtu, mame? Ku? Në qa kemi të ky vendi? Kemi këtë vend kemi bie, fasule, misë, edhe patate. Ja, duket që kam vaditur se është komplet e lagu. Shifë. I ka vaditur? Na ka vaditur komshiu, si që thash, ose shoqja e mamit. Edhe s'ka nevojë t'i vaditi sot, shiko, mashallah, sa janë bërë gjërat. Ndihem kaq e lumtur kur vi në fshat. Nuk e di domethënë. Më çoni, ku dëgjon, në Maldive, në Bora Bora, dhe do kënaqem patjetër se është vend i bukur për t'u parë. Po këtë qetësinë shpirtërore që ma jep fshati, ma jep vendi ku kam lindur. Nuk e di. Mund të thoni, ka shumë njerëz aty jashtë që thotë, fshatare, mokrare nga Goliku. Unë e kam për shumë krenari. Se ndihem vërtet që ky vend ka krijuar një pjesë nga unë, e cila nuk do iki kurrë, dhe e cila është thellë tek unë, dhe unë jam shumë krenare, kam shumë kujtime në gjitha këto vendet këtu, dhe jam po ashtu shumë e lumtur për mbiemrin që kam, dhe shpresoj shumë se jo një ditë, nuk i dihet jetës, e të thonë, po, ajo vajza nga Goliku, ja doli në Gjermani, apo në Luksemburg, edhe pse jo mos identifikojmë si ajo vajza e thjesht nga fshati, që ja doli në Europë. Ha, e lumtur je? Shumë e lumtur. Çdo gjë në rregull. Gati jemi tani? Tash jemi gati për të Pogradec. Hajde, ikim në shtëpi. Te shtëpia numër 2. Tani është koha të shijojmë pak diellin e bukur. Edhe do ulemi në një kafe dhe do presim e Jonën. Është shumë bukur. Ishte shumë e vështirë të gjej një parkim sot sepse është plot në Pogradec. Por është shumë bukur që Pogradeci është kaq plot, kaq me turistë. Ja. Lokalet plot. Po prap, nuk është se është nxehtë, është shumë rehat. Shumë cute.
ta mbyll videon. Kjo është videoja. Si që thashe do takoni me Jonën, edhe ja kaluam vërtet shumë bukur, si gjithmonë. Edhe Jona më surprizoi me një dhuratë për babyn. Para punës do të fillojmë gjërat e vogla, kjo çokoladka është shumë e lezetshme. Edhe kisha një kartolinë, që thot veçanërisht për ty, dhe thot, Mami Wendy, uroj që bebushi të vi shëndetshëm dhe të jeni një familje e lumtur gjithmonë. Nga Jona Mikja që ju ka shumë qanë. Edhe shikoni çfarë kemi. Kemi një tatanie shumë të butë për babyn që edhe kur ta nxjerrim me karroce të jetë shumë komfort, edhe një arush që t'ja vendosim te krevati dhe që të flej. Sot është e diel dhe unë ditën e martë iki, kështu që ka qenë një fundjavë e bukur, pak e lodhshme, sepse është pak vap, po çdo gjë ka kaluar shumë bukur, edhe shpresoj të ju ketë pëlqyer videoja, edhe shihemi në video të tjera.